Në çdo 3 vet këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 1 është viktimë e dhunës familjare, sipas statistikave të Departamentit të Drejtësisë. Në vitin 1994, Shtetet e Bashkuara miratuan aktin kundër dhunës ndaj grave për mbrojtjen e grave nga dhuna familjare, dhe që nga ajo kohë, një numër më i madh grash po njoftojnë për këtë lloj krimi. Por tani ligjvënësit po planifikojnë rishqyrtimin e ligjit në disa aspekte, veçanërisht ndërsa trajtojnë çështjen e miliona imigrantëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por duket se jo të gjithë ndjehen të lumtur nga ky fakt. I'm a strong lady, I believe I am, but për 8 vjet me radh, Blanka jetonte një jetë në fshehtësi, thuajse në errësirë, me një burr që e keq trajtonte dhe përdhunonte rregullisht. Por ajo e gjeti qetësinë në shtëpinë e Ruthit. Një strehë që ofron sigurim për gratë që vuajnë nga dhuna fizike. Por më parë ajo telefonoi policinë. Blanka jetonte në Amerikë pa leje pune dhe pa dokumenta të ligjshme. Ajo kishte frikë se nëse njoftonte policinë, mund ta deportonin përsëri në Amerikën Qendrore, dhe ajo nuk do mund të shihte më kurrë djalin e vogël dhe vajzën. I'm not afraid to go back to my country. I'm not afraid. Nuk kam frikë të kthehem prapë në vendin tim. Nuk ka frikë, por është problemi ndarjes nga fëmijët. Blanka nuk është e vetme. Rreth gjysma e të gjithë popullsisë latine thonë se dhuna e partnerëve të tyre është shtuar pasi kanë ardhur në Shtetet e Bashkuara. Nëse janë të paligjshëm, ata kanë frikë nga deportimi. Prandaj më pak se 15% e tyre njoftojnë për krime ndaj tyre. Ligjvënësit në Kongres po shqyrtojnë me kujdes klauzolat e ligjit për imigrantët përmes aktit të dhunës familjare. Nuk ka asnjë dallim nëse personi që ushtron dhunë është pjesëtar i familjes, mik apo njeri i huaj. Është krim dhe vetëm krim. Kongresi miratoi fillimisht ligjin e dhunës kundër grave, i cili do të riautorizohet në 2 vitet e ardhshme. Përkrahasit e tij kërkojnë më tepër siguri për emigrantët. Duhet bërë shumë më tepër. Ne duhet ta forcojmë ligjin në mënyrë që prej tij të përfitojnë të gjitha viktimat e dhunës familjare, nëse ato jetojnë në rajone urbane apo rurale. Por ligjvënësit po ndeshen me kundërshtinë e atyre që nuk duan që fondet e taksa paguesve të përdoren për banorë që nuk kanë leje për të jetuar në Amerikë. Të tjera ankohen lidhur me fshehtësinë që jep ky ligj. Kur një emigrant thotë se e kanë abuzuar, kërkesa e tij për status ligjor përmes aktit të dhunës në familje është sekrete. Ron Grignell është kritik, i cili thotë se ligji krijon lehtësi grave që të ngrenë akuza për ushtrimin e dhunës ndaj tyre, thjesht për të marrë dokumentat e ligjshme. Menjëherë atyre u jepet statusi i ligjshëm. Nuk duhet të kalojnë më përmes intervistës së emigracionit apo përmes gjykatës. Avokatja për emigracionin Melissa Frisk nuk është dakord me këtë. Ajo thotë se ligji në fakt e bën më të vështirë për të provuar se është ushtruar dhunë. Kjo do të marrë një kohë më të gjatë dhe pesha e provave është edhe më e lartë. Pra nevojiten më tepër fakte se sa duhen për aplikimin e rregullt të emigracionit. Kjo nuk është as pak e lehtë. Por Blanka mendon se ligji ka ndryshuar jetën. Përmes kësaj klauzole ajo mundi të sigurojë lejen e punës. Mori divorcin, u largua nga shtëpia dhe tani ajo i sheh fëmijët rregullisht. Ndihem e lirë, më në fund mund të rije qetë dhe të lexoj një libër. Ëndërroj të shoh fëmijët e mi të diplomohen, thot ajo. Është si një ëndër e cila më në fund mund të bëhet realitet.